Partia Socialiste ka fituar në zgjedhjet e pjesshme lokale të 9 nëntorit të zhvilluara në 5 bashki të vendit, Berat, Sërrik, Tepelen, Vlorë dhe Mat. Në Vlorë bashkia me pjesëmarrjen më të ulët në këto zgjedhje priu kandidatja e Partisë Socialiste Brunilda Mersini, e ndjekur nga kandidati i pavarur Dionis Sota, i mbështetur nga Partia Demokratike dhe më pas u rendit kandidati Gjergj Nika. Në Berat avantazhin e mbajti kandidati i Partisë Socialiste Ervin Ceca, i ndjekur nga kandidati i pavarur i mbështetur nga PD Pavlo Shkarpa. Në Tepelen, ku për herë të parë u testua edhe sistemi numërimit me inteligjencë artificiale, rezultatet nga KQZ nxorën fitues kandidatin socialist Gramos Sako përballë kandidatit të pavarur Gabriel Kuma. Në Sërrik fitoi gjithashtu kandidati socialist Florenc Doka, i ndjekur nga kandidati i pavarur Amarildo Hoxha dhe kandidati i subjektit Shqipëria Bëhet Eligert Hima. Ndërkohë në Mat i pari u rendit kandidati socialist Altin Bojni, ndjekur nga kandidatët e pavarur Eduard Brahilika dhe Suzana Pasha. Sipas të dhënave zyrtare të KQZ-s, pjesëmarrja totale në zgjedhjet e pjesshme ishte 18.45% e 334.539 qytetarëve me të drejtë vote në të 5 bashkit. Mati shënoi pjesëmarrjen më të lartë me 39.36%, e ndjekur nga Tepelena me 34.63%, Sërriku me 25%, Berati me 19.98%, ndërsa Vlora regjistroi nivelin më të ulët të pjesëmarrjes me vetëm 12.54%.